Investon në vit rreth 1.3 miliard euro. Cilat janë gabimet që bëjnë bashkëdhetarët tanë? Kosova, aty kam shifrat sakta, investon në vit rreth 1.3 miliard euro dhe të gjitha këto para vinë në Kosovë. A i shihni ju këto si investimet, nuk do të thoya të gabuara, po jo strategjike? Në qoftë se ne diversifikojmë në mënyrë proporcionale investimet tona, unë thamë që një pjesë e mirë duhet jetë edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, ne duhet investojmë në vendin tonë, por ne në asnjë mënyrë nuk duhet të humbim mundësi si është rasti i Dubai. Dubai nuk është thjesht një shtet, nuk është thjesht një emirat, nuk është një qytet, nuk është një dinamik, është një moment. Kur ofrojmë mundësi investimit në Dubai, ofrojmë mundësinë e investimit në momentin e duhur dhe në vendin e duhur. Një ndër problematikat më të mëdha që kena pas ne si komp, ka qenë mos pjesëmarrja në shumë ngjarje botërore të mëdha që kanë ndodhur. Mund të përmendin një ndër ta internetin në vitet 90, ne nuk kena qenë përgatitur kulturalisht me pas një qasje aty, mund të përmendim krizën e vitit 2008. E vetmja mundësi e madhe që ne kena pas për me investu, për me marrë pjesë në diçka të nivelit botëror ka qenë Covidi.